Në qytetin e Korçës, ku tradita dhe arti bashkohen në çdo cep, një vajzë e re ka zgjedhur të sjellë një frymë të veçantë krijimtarie. Ajo është pedagoge në profesion, por dashuria e hershme për artin e ka shtyrë të ndjek një pasion të fëmijërisë, krijimin e qirimve artizanal. Produktet e qiririt natyral sigurisht janë një nga kërkesat që tregu kishte mungesë dhe normalisht së pari është një pasion fëmijërie të cilën unë e zhvillova dhe e materializova në këtë formë. Pra është një biznes i cili filloi së pari nga fëmijëria dhe më pas me një plan biznesi të mirëfillt u konkretizua në këtë formë. Në duart e Joridës, dylli shndërrohet në art. Çdo qiri merr formë të veçantë dhe në çdo detaj ndihet përkushtimi, qetësia dhe ngrohtësia që ajo derdh në krijimet e saj. Më të preferuarat sigurisht janë buqetat, janë modelet e ndryshme për festat nga më të ndryshmet që ata kërkojnë. Mund të themi janë disa qelçe të cilat ne kemi të spikatura dhe janë punime qeramike të cilat ne i marrim edhe nga artizanët e tjerë, pra bëjmë bashkëpunim edhe me artizanët e tjerë. Dhe le të themi është një shumëllëshmëri produktesh që mundet të gjenden për festa nga më të ndryshmet. Ky pasion është ndëruar tashmë në një biznes të vogël artizanal që i kishte munguar qytetit të Korçës. Qirinjt ne kemi përpunuar që prej një viti e gjysmë, duke i testuar fillimisht dhe më pas duke i futur në tregun shqiptar edhe më gjerë. Lënda e parë gjithçka importohet nga jashtë, nga vendet e besë, sepse vetë soja është le të themi një nga materialet më të shtrenjta që gjendet. Dhe pjesa që e dallon qiririn është dhe fakti që punohet me aromë bioorganike. Qytetarët dhe vizitorët e shumtë po e vlerësojnë jo vetëm për bukurinë e produkteve, por dhe për origjinalitetin dhe për kushtimin që ajo vendos në çdo detaj.